Gru shteti po diskutohet një lloj termi për këtë çështjen e fundit padisë dhe pezullimit të Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë edhe zëvendës kryeministit Zonja Balloku. Edhe po diskutohet kjo çështja e grushtit të shtetit. Por duhet thënë që në fillim që në publik perceptimi është që nuk ka një grush shteti në këtë rast. Ka një lloj kohezioni ndërmjet SPAK-ut dhe opinionit publik aktualisht. Por problemi është si mund të parandalohet ky grushti i shtetit, më thonë za, thënë edhe për herë të tjera. Dhe këtu kemi një mendim që pak ndryshe nga ç'a diskutohet, se ç'a po ndodh tani dhe ç'a do ndodhi, se si duhet të jetë më mirë në këtë drejtim që mos kemi pra këto grushtet e shtetit, si po përpunohet ky termi tani, dhe që mund të ketë dhe konsekuenca. Pra në ndalimi sipas mendimit ton, një filtër i fortë i parandalimit është vetë gjykata administrative. Dhe ja do t'japem një 2-3 shembuj shkurt. Çështja e tecit lundrues në Vlorë është gjithashtu në hetimin e SPAK. Jo, kjo nuk është teci, është ky teci lundrues dhe është në SPAK, por para se të jetë në SPAK, ka qenë në një proces gjyqësor që nga viti 2023 në gjykatën administrative. E mbajti aty për një vit gjykata administrative deri në vitin 2024 dhe vazhdon edhe sot. Vazhdon në apel, po është marrë një vendim pak ditë më përpara në 2025, pra 2 vjet pasi ka filluar procesi administrativ, që e ka rrëzuar padinë e shoqërisë civile, e qytetarëve të Vlorës dhe shoqërisë civile e ka rrëzuar gjykata administrative. Dhe nuk ka dhënë asnjë shpjegim për këtë gjë. Pra thjesht e ka rrëzuar. E ka rrëzuar dhe ka vështirë të japi shpjegim. Ka shumë vështirë të japi shpjegim për arsye se teci lundrues ka bërë që të ikin offshore miliona euro deri tani, ose dollar, e njëjta gjë. Edhe si duket ky vendim i rrëzimit tani thjesht po realizon që pjesa e mbetur e buxhetit të parashikuar për të kaluar offshore, që mund të jetë mbi 70 milion euro, duhet të shkojë 100%. Pra gjysma ka ikur, duhet të shkojë dhe gjysma tjetër, dhe për këtë është bërë rrëzimi pa shpjegim. Dhe kjo e barë tani shkon ke SPAK-u. Pra, këtu është evidente se nuk mundet të ndodhte kjo gjë, por sa kohë, për shembull në këtë gjykatë administrative, u deklarua dhe u dhanë edhe mjaftueshëm prova që testi është falsëm. Testi që është bërë për të licencuar prodhimin e energjisë, që u morë në dorëzim nga drejtori i Keshit pak ditë mbasi ai u emërua në këtë pozicion, në 2024, pra vitin e kaluar, dhe rezultoi që nga ky testimi parametrat e ndotjes janë më të mira, pra ka ndotet shumë më pak se kur teci është vënë në punë për herë të parë në vitin 1900, vitin e largët 1998, dhe kjo është e dokumentuar nga një vlerësim indikimit në midis nga Banka Botërore, jo FMN-ja, kjo ICF-ja, që është dege Bankës Botërore, në një vlerësim ndikimit në midis në atë periudhë. Edhe testimi tani del me parametra më të mirë se në 98-ën. Pra, kjo është një paradoks që gjykata me sa duket e kishte vështirë të jepte shpjegim. Pra, ka marrë një vendim për ta rrëzuar, po pa shpjegim. Dhe duket do vazhdoj mos zbardhja e vendimit, se nuk është zbardhur edhe pse ka kaluar gati një muaj, derisa të kalojnë gjithë fluksi parave në offshore. Pra,
Kjo është një ngarkesë shtesë. Mund ta kishte zgjidhur gjykata administrative këtë. Është një shtesë për spakun që e çon pastaj ke kjo çështja e grushtit të shtetit. Një rast tjetër është rasti i një teci tjetër që gjenerohet prap nga Ministria e Energjisë. Teci Roskovecit. Këtu ka ndodhur një histori pak a shumë e njëjtë me këtë. Në vitin e 2024 u bë një padi dhe aty ndryshe nga rasti i tecit lundrues operojnë qik me shpejtësi në gjykata dhe rrëzimi erdhi shumë shpejt. Por ajo që është interesante është që menjëherë mbas rrëzimit, një ditë ose 2 ditë më mbrapa, KKT-ja miratoi lejen e zhvillimit për tecin Roskovecit. Vendimi u dha dhe zbardhja e vendimit ndodhi mbas 6-7 muajsh, pikërisht mbasi në dhjetor të vitit kaluar, u mor vendimi i qeverisë që jepte lejen e ndërtimit për tecin Roskovecit. Dhe në këtë periudhë edhe bëhet edhe zbardhja e vendimit që u rrëzua për tecin Roskovecit. Dhe këtu tani jemi në një situatë që në janar, pra 2 muaj më mbrapa se më bëhet vendimi i qeverisë, ka nga ere një njoftim që u bë publik në një takim që nga nënshkruar një kontratë midis Ministrisë e Energjisë edhe kompanisë për këtë tecin Roskovecit. Ndërkohë është e pezulluar nga ere, për arsye se nuk është kërkund me lejet që duhet për të prodhuar energji. Dhe jemi në situatën që ndoshta buxheti i shtetit do duhet të shpenzojë miliona euro për një padi të mundshme nga kompania për një gjykatë ndërkombëtare. Mund të ndodhi kjo, ose do ndodhi katastrofa tjetër, që për 49 vjet të ndigjet fosile në pjesën më pjellore të Myzëqes në Roskovec, me dëmet jashtëzakonshme për 49 vjet. Imagjino çfarë tmerri është në kohën e sotme që asnjë nuk e ka mendjen për zhvilluar fosile, se trendi është totalisht tjetër gjë, janë energjitë e rinovueshme që janë në plan të parë në kohën e sotme në mbar botën. Kjo është një shembull tjetër, pra është realisht edhe këtu spaku është përfshirë, për arsye se ka paditur kryetaren e Bashkisë Roskovecit. Kryetari i Bashkisë Roskovecit është paditur për çështje të tenderash, po padyshim është, jo padyshim, por realisht edhe për çështjen e lejes që ka dhënë në tokë bujqësore për të ndërtuar një industri aq më tepër kaq ndotë sa teci. Dhe edhe për këtë gjë, pra ja pra një ngarkesë shumë e madhe prapë për spakun, në kuptimin që mund të ishte thjeshtuar, mund të ishte shmangur, nëse gjykata administrative do funksiononte normalisht. Ndërkohë edhe një shembull tjetër është çështja madhore e inceneratorëve, ku siç dihet, shoqëria civile prap në fillim të 2018-s, kur nuk kishte filluar akoma ndërtimi i inceneratorit të Fierit, e paditi në gjykatë, por gjykata edhe këtu në mënyrë totalisht arrogante, do thoshe unë, e rrëzon përsëri padin, madje edhe në apel, dhe në këtë situatë ju hap rruga financimeve të mëtejshme, të tecit Fierit, të tecit, më falni, teci është kryefjala, të inceneratorit Fierit, po edhe inceneratorit Tiranës, gjë që mund të ishte ndërprerë në këtë radhë. Madje këtu gjykata jep edhe një ushqim themi aferave, për faktin se edhe në debatin që u bërë në parlament për shembull për çështjen e inceneratorëve, aty u përdor si element pozitiv për inceneratorë që janë të dobishëm, pikërisht vendimi i rrëzimit të padisë së shoqërisë civile nga gjykata administrative.
Pra, nëse gjykata administrative në këto 3 raste që përmenda unë, po ka dhe shumë e shumë të tjera që tregojnë pikërisht të fakt që gjykata administrative në vend që të bëhet filter për çështje që agravojnë në situatë shumë të rëndë që çon edhe në grushtin e shtetit, madje jep kontributin e saj negativ duke pezulluar, jo pezulluar, po duke rrëzuar paditësit e shoqërisë civile, kryesisht po edhe të entiteteve të tjera, edhe kompanive private që ankohen në gjykatë administrative për çështje të ndryshme. Pra, e përmbledhur, ajo që duhet thënë është që gjykata administrative mundet të parandalojë këtë fluks të madh të padrejtësive dhe që çojnë pastaj në një superngarkesë të spakut dhe që konkludon edhe me arrestime që po quhen edhe grush shteti. Në fakt, përsërisim edhe një herë atë që thamë në fillim, grush shteti është për publikun, për publikun është imagjinar. Kaq për sot.